Falenderojmë Allahun xhelle shenhu me një falënderim që i takon madhërisë së Tij, i cili me urdhërin bëhu krijoi tokën, qiellin dhe të gjitha botët, të dukshme dhe të padukshme që na furnizoi me mirësitë e Tij. Allahu është krijuesi dhe sunduesi i çdo gjëje. Përshëndetjet më të sinqerta ja dedikojmë njeriut më të zgjedhur në mesin e njerëzimit. Dhe padyshim që ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira e Allahu qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit të Tij deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamat i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është maturant premtoni pejgamberit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Para çdo njeriu janë dy rrugë në këtë botë, dhe në ahiret janë dy vende ku përfundojnë këto rrugë. Rrugët janë ajo e drejtë dhe ajo e gabuar. Vendet janë xheneti dhe xhehenemi. Rruga e drejtë ka shumë pengesa, rruga e gabuar është më e lehtë. Rruga e lehtësisë, kënaqësisë dhe epsheve. Megjithatë, rruga me pengesa të dërgon në kënaqësi të përjetshme, ndërsa rruga e gabuar në humbje në të dyja botët. Abu Huraira radiallahu anhu transmeton se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu krijoi xhennetin, dërgoi Xhebrailin që ta shihte si duket. Kur Xhebraili e pa, tha: o Zoti im, me emrin tënd, madhështinë tënde, askush që dëgjon për xhennetin nuk do të jetë që nuk do të dëshiroj të hyjë në të. Atëherë Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu i tregoi pengesat në rrugën për në xhennet dhe Xhebraili tha: o Zot, kam frikë se askush nuk do të hyjë në xhennet. Kur Allahu krijoi zjarrin, dërgoi Xhebrailin që ta shihte, dhe kur e pa, tha: me emrin tënd dhe madhështinë tënde, o Zot, kushdo që dëgjon për zjarrin do të përpiqet të largohet prej tij. Por kur Zoti i tregoi rrugën që dërgon në zjarr, u friksua dhe tha: kam frikë se të gjithë njerëzit do të përfundojnë në zjarr. Rruga për në xhennet është ndriçuar me dritën e Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu. Ligjet dhe ritualet që Allahu xhalla shanuhu i ka udhëzuar njerëzve janë drita e Tij. Ato nuk lejojnë që njeriu të humbas në errësirën e mohimit dhe zbraztin e mëkateve. Një beduin erdhi tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: o i dërguar, më thuaj cila është vepra që nëse e bëj do të hyj në xhennet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: adhuroni vetëm Allahun, mos i bëni asnjë shok atij, falni namazin, jepni zekatin dhe agjeroni Ramazanin. Beduini tha: me emrin e Allahut nuk do të shtoj e as nuk do të marr nga kjo. Muhamedi alayhis salam tha: nëse doni të shihni një të lumtur që do të hyjë në xhennet, shikoni këtë beduin. Ubadet ibn Samit radiallahu anhu thot: isha ati kur Muhamedi alayhis salam i tha një grupi të ashabëve: premtoni se nuk do t'i bëni Allahut shok në adhurim, se nuk do të vidhni, se nuk do të bëni kurvëri, se nuk do të vrisni familjet tuaj, se nuk do të akuzoni padrejtisht askënd, se nuk do të shpifni dhe se do të përpiqeni për të mirën brenda mundësive tuaja. Nëse më premtoni dhe e mbani premtimin, Allahu do t'ju shpërblej. E nëse e theni premtimin, do të ndëshkoheni edhe në këtë botë. Rruga për në xhennet është e mbushur me pengesa. Për të arritur në xhennet, njeriu duhet t'i kalojë ato pengesa. Besimtari do t'i kapërcejë sepse besimi është arma e tij më e fortë. Shirku është pengesë. Muhamedi alayhis salam kishte frikë më së shumti nga shirku i vogël, që është frika se do të bëjmë vepra për të kënaqur njerëzit dhe jo Allahun xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu.
Ai kishte frikë se do të bëjmë të mirën vetëm që të na shohin të tjerët. Vepra me këtë qëllim nuk është vërtet e mirë, dhe ashtu si shirku është pengesë për rrugën drejt xhenetit, edhe vepra e bërë me këtë motiv është pengesë për përparimin tonë në këtë botë. Imagjinoni të bëjmë çdo gjë për kënaqësinë e Allahut xhelle shanu. Të jemi të vetëdijshëm që shpërblimi nuk do të mungojë. Për njerëzit e tillë, as përparimi në këtë botë dhe as shpërblimi në botën tjetër nuk do të mungojë. Namazi ndodhet në rrugën drejt xhenetit, dhe namazi do të na ndihmojë të mundim mendjemadhsinë në vetvete, sepse kush bie në sejdë para Allahut xhelle shanu e di se nuk është rob i askujt tjetër. Për më tepër, namazi do t'i ndihmojë njeriu që të njihet nga Muhamedi a.s. në ahiret dhe të marrë me vete. Pejgamberi a.s. tha, me të vërtet, do t'a njoh ummetin tim në ahiret mes popujve të tjerë. Si do t'a njohësh ummetin tënd o pejgamber, e pyetën shokët, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, do të mbajnë librin e veprave në dorën e djathtë, që do të thotë se veprat do t'i bëjnë në emër të Allahut, do të kenë shenja nga sejdët në fytyrë dhe do të kenë dritë para vetës që do ta ndjekin. Te lakmitari, lakmia bëhet pengesë në rrugën drejt xhenetit. Pejgamberi kishte frikë për ne nga lakmia. Na tha, nuk kam frikë se do të bëheni jo besimtar, por kam frikë se do të dashuroheni këtë botë dhe kështu do të humbisni. Kush jep zekatin dhe ndan nga pasuria e vet, ai ndjek dritën, ecën në rrugën e ndriçuar dhe me këtë rrugë do të arrijë në vendin e ndriçuar me dritën e Allahut xhelle shanuhu në ahiret. Por kur Allahu xhelle shanuhu i tregoi Xhebrailit rrugën që dërgon në xhehenem, në të pa shumë gjëra që tërheqin njeriu në këtë botë, dhe të gjitha quhen me një emër, mëkat. Ashtu si rruga drejt xhenetit është e mbushur me pengesa, rruga drejt xhehenemit është e kalueshme dhe shumë tërheqëse, sepse çdo mëkat në dukje është i bukur. Shejtani është i detyruar që të na zbukurojë gjërat e shëmtuara. Rruga drejt suksesit është me gjemba dhe e vështirë. Të arrish sukses në këtë botë, do të thotë të ecësh në këtë rrugë me gjemba dhe të jesh nga ata që do të mbajnë librin e veprave në dorën e djathtë dhe do të kenë dritë para vetës në ahiret. Do të thotë të jesh në luftë të përhershme me shejtanin. Këto ditë, mira fëmijët tanë janë maturantë. Para tyre qëndrojnë dy rrugë, e vërteta dhe rruga e gabuar. Rruga e vërteta është rruga e besimit, dijes, punës, përpjekjes, heqjes dorë, ndërsa rruga e gabuar për të cilën Muhamedi a.s. tregoi kur u tha shokëve, më premtoni që nuk do të vidhni, që nuk do të gënjeni, që nuk do të bëni mëkate, dhe tani do të bëja thirrje gjithë të rinjve tanë, që ti imagjinojnë veten duke qëndruar para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e ai u drejtohet në këtë mënyrë. Premtoni se do të besoni, se do të mësoni, se do të jeni të vetëdijshëm që i përkisni një populli që ka përjetuar dhembje të thella historike, se nuk do të pini asnjëherë në festën e maturës, e as në jetën tuaj, se nuk do të bëni mëkate, se nuk do të bëni asgjë që të krijojë përçarje në shoqëri, se brenda mundësive tuaja gjithmonë do të jenë në anën e të mirës dhe do të luftoni për të mirën. Nëse premtoni dhe premtimin e mbani, Allahu do t'ju shpërblejë dhe do t'ju dhurojë sukses në të dy botët. Por nëse nuk e mbani premtimin, në këtë botë do të jetoni në errësirën e mëkateve dhe në dhimbjen e varfërisë dhe në ahiret do të provoni dënimin. Premtoni Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, qohuni në mëngjesin e maturës dhe thoni, o i dërguari i Allahut, unë nuk do ta përlyej emrin tënd me sjelljet e mia, nuk do ta turpëroj Islamin me pamjen time, nuk do ta dëshpëroj Zotin tim me epshin tim. Kjo është pjekuri, kjo është diplom, kjo është ardhmëri. Allahu xhelle shanu na ruajt nga festa të cilat fillojnë me haram e mbarojnë me pishman. Allahu i falt maturantët tonë,
i kthef tek nderi dhe dija e tyre. Allahu u ruajt nga morali që çon në poshtrim. Amin wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.